Arber Neziri, kornist i Orkestrës Simfonike të Radio-Televizionit Shqiptar, pjesë e brezit të muzikantëve profesionist që mbajnë gjallë traditën e Orkestrës Simfonike në Shqipëri, me një angazhim të vazhdueshëm në skenë, koncerte dhe në produksionet muzikore të Radio-Televizionit Shqiptar dhe jo vetëm, ai kontribuon në krijimin e atmosferës artistike që publiku e ndjen në çdo performancë. Si kornist, roli i tij është thelbësor në strukturën e orkestrës, nga nuancat e buta dhe lirike, tek momentet dramatike që kërkojnë forcë dhe precizion. Përmes koncerteve simfonike, projekteve televizive dhe bashkëpunimeve artistike, Arber Neziri është pjesë e atij realiteti muzikor që nuk qëndron gjithmonë në qendër të vëmendjes, por që është thelbësor për të ndërtuar emocionin e madh të një orkestre. Sepse pas çdo harmonie të bukur që dëgjojmë e shijojmë, qëndrojnë artistë që punojnë në heshtje dhe flasin përmes muzikës. Siç edhe e kuptuat, kam kënaqësinë të kem të ftuar në studion e Unë dhe Ti, pra brenda çastit dur Arber Neziri, mirë se vjen, kënaqësinë që të Si ke qenë, si po shkon puna, si po shkojnë angazhimet, koncertet? Në përgjithësi mirë, pak periudhë ngarkuar, por mirë. Kur themi e ngarkuar, koncerte keni patur plot. Angazhime keni patur plot. Për ty kush ka qenë më sfidues, Arber? Mund të them që masa ai që do të vi koncerti i radhës, datës 20, që kemi simfoninë numër 4 të Beethovenit dhe koncertin për violinë Sibelius. Por mendoj që edhe festivali ishte një eksperiencë shumë e bukur. Si vjet më ka shijuar në mënyrë të veçantë. Arber, e kujton ti veten tënde si zgjodhe pikërisht të instrument? Se nuk është shumë i zakonshëm. Tani, okay, instrumentet frymore në përgjithësi janë pak më ndryshe, por ti si e zgjodhe? Në fakt ishte një insistim pak i prindërve të mi që shkoja në liceun artistik. Unë nuk kisha ndonjë dëshirë të madhe. Si çdo fëmijë. Çfarë doje të bëhesh e ti? Si çdo fëmijë. Futbollist për shkak? Qartë. Sikur ta dija. Masi bëra atë konkursin e thjesht për të hyrë në klasë të 5, më caktuan disa instrumente në fakt, njëherë për kitar, njëherë për viol. Nuk kisha një preferencë. Më pëlqente muzika, doja të merresha me muzikë. Pra vendosi dikush tjetër për ty. Një ditë në klasat ku bënim mësimin e përgjithshëm, vjen profesori i kornos, Amlit Dajko. E thotë, Arber Neziri është e kam përzgjedhur për korno. Në fakt, nuk e dija paka shumë korno kështu, por nuk është se kisha në një ide tamam. Tha, mas mësimit mund vish ke klasa dhe të... Shkoj dhe e dëgjoj që luaj ti diçka dhe vendosa direkt. Më pëlqeu shumë. Të pëlqeu. Dhe mendove dhe ndjeve që do të ishte instrumenti që do të shoqëron të gjithë jetën. Kush ka qenë më e vështirë, fëmiria duke u shtruar në korno apo rinia pastaj ku ti do të doje të bëje adoleshentin dhe të dilje dhe ndërkohë duhet të ushtroheshe pafund edhe gjërat duhet ishin e gjithë periudha e studimit për muzikantët ka disa sakrifica në këtë aspekt. Studimi merr shumë kohë, edhe duhet të jesh gjithmonë në studim, kështu që në këtë aspekt ka një lloj edhe fëmiria, edhe adoleshenca, koha e studimeve, ka një sakrificë në këtë aspekt. Kush është specifika e kornos si instrument? Çfarë bën ajo në një orkestër të madhe dhe pse është e rëndësishme dhe e domosdoshme? Një babai i kompozitorit të madh Richard Strauss, Franz Strauss, ishte kornist. Edhe ai thotë që korno është shpirti i orkestrës. Me këtë ne mund të kuptojmë një instrument që është në tingullin e timbrikën e tij shumë i afërt me zërin e njeriut dhe në orkestër bën atë lidhjen midis harqeve edhe sektorit frymës. Kjo është specifika e kornos. Edhe në fakt kornot nga sektori i frymës janë 4 më shumë se të gjithë instrumentet e tjera. Por është korno një instrument e cila mund të dali nga organika e një orkestre, pra mund të interpretosh solistik, apo jo? Është një instrument i cili është edhe instrument solistik. Ka praktikisht të gjithë kompozitorët më të rëndësishëm kanë shkruar një vepër të rëndësishme solistike për korno. Pra është edhe instrument solistik, goxha i vështirë, por është instrument solistik. Çfarë ka më specifike në aspektin personal? Cila është sfida me kornon? Studimi i vazhdueshëm,
fryma që qoftë në një moment mund të mos e... Kush është sfida personale me kornën si instrument? Sfida personale me kornën është të jesh ngulmus, studius, jo me hope, si më thonë që ti jesh gjithmonë në atë. Fryma pasaj nuk duket sikur është një instrument që do shumë frym. Në fakt është një teknikë e tillë që bën të luash në kornë. Si ka ndikuar Avni Dajko, pra profesoriet në afrimin me kornën? Sa e rëndësishme është figura e mentorit në formimin e një artisti? Përveç impaktit parë që, siç thash, ishte shumë domethënës. Për ty, sepse ishte njeriu që të përzgjodhi. E vërtet. Ai u kujdes, ishte një profesor që u kujdes si një prind për një fëmijë që po afrohej me një rrugë goxha të vështirë. Edhe të lodhshme. Kanë qenë ore të tëra pune me të, si kujton ato momente? Sot i këndoj me shumë knajsi edhe nostalgji, se kanë kaluar shumë vite. Edhe vërtet kujtoj liceun e asaj kohe, profesori në ato pjesët që më jepten atë periudhë, ato partet edhe i çik të shkruar me dorë, sepse s'kishin mundësi të ishin goxha të pakta për partitura. Megjithatë kujtoj realisht një kujdes të veçantë për mua nga profesor Dajko. Si u bëre pjesë e Orkestrës Simfonike të Radio Televizionit Shqiptar? Si i mban mend ato momente? Sa vite u bën? Unë, në fakt, kontakti i parë me Orkestrën Simfonike ka qenë në vitin 2000 ose 2001. Orkestra Simfonike do festonte 60 vjetorin e ditëlindjen e maestro Ferdinand Dedës. Maestro Deda ka shkruar një vepër për korno, koncertino për korno, të dedikuar kornistit parë të Orkestrës Simfonike të Radio Televizionit Shqiptar, Kristofor Qori. Dhe përpara se të organizohej ky koncert, maestro Kristofor i thotë, që unë mendoj, mase këtë vepër mund ta luaj, është një djalë, kam dëgjuar në lice. Edhe vjen Ferdi në lice, më shoqëron piano, edhe më thotë që do ta luash ti. Unë isha në klasë 8, kisha vetëm 2 vjetë e gjysmë që luaja në korno. Dhe luajta në atë koncert. Ai ishte kontakti im i parë me Orkestrën Simfonike të Radio Televizionit Shqiptar. Vetëm pak ditë më parë përkujtuam për vjetorin e profesor Ferdinand Deda dhe pati edhe një koncert të rëndësishëm të orkestrës, i cili organizuar në sallën e koncerteve tuajën, pra aty ku bëni provat brenda. Bëm një koncert që rikujtuam maestro Dedën, kontribune e madhe të tij në Orkestrën Simfonike të Radio Televizionit Shqiptar, po edhe në muzikën shqiptare. Në përgjithësi ishte një koncert shumë i bukur, u bën sallën tonë, një koncert edhe pak intim në aspektin brenda familjes tonë të orkestrës të SHS. Pra, shërbeu ai për të bërë pjesë e Orkestrës Simfonike të Radio Televizionit Shqiptar. Si ka qenë luktimi brenda kësaj orkestre? Kolegët, puna, angazhimet, koncertet brenda Shqipërisë, jashtë Shqipërisë, skenat. Mbas koncertit që bëra si solist me Radio Televizionin, unë largova për të kryer studimet në Itali për disa vite dhe nga një rastësi ose fati do që kur rikthehesh aty në fakt ku e ke filluar dhe unë riktheva sërish në Orkestrën Simfonike të RTS-s. Çfarë gjete aty që nuk e gjete jashtë Shqipërisë? Ngrohtësinë e vendit tënd. E një orkestrë e shtëpisë, e një orkestrë që ti e njeh prej vitesh, e shumë instrumentistave që kur isha fëmijë më trajtuan realisht shumë mirë, më bën pjesë të tyre që kur erdha për herë të parë. Kush ka qenë ndonjë element në veçantë që ti e mban mend që ka mbështetur, ka po themi, ndoshta edhe që të shbër shok më pas, ose shoqja? Bazë profesor Kristofor Qori, ai kishte dalë në pension në fakt, po ai ndeti dhe u kujdes për mua në ato ditët shumë emocionuese për mua si solist, për herë të parë në Orkestrën Simfonike. Sa vite u bën në orkestër? Tash bëj 15 vjet në Orkestrën Simfonike. 15 vjet. Si e përjetuat momentin kur Orkestra Simfonike e Radio Televizionit Shqiptar u vlerësua dhe me çmimin e karrierës? E di që nga viti në vit ju për koncerte dhe për festivale keni qenë gjithmonë ajo, po themi, pjesa hallka më e rëndësishme që çdo artist emocionohet dhe si e përjetuat këtë moment? Se është nga pak e secilit prej jush. Jo, e vërtet. Ishte një moment surprizë, në fakt se ne nuk e dinim fare për këtë. Ky çmim që tashti do të filloj të jetë një traditë në festival,
na u dha për herë të parë ne, ishte një vlerësim i madh, edhe nga njëherë e kemi të domosdoshme të dëgjojmë një fjalë ose një gjë të mirë, një gjë të mirë për atë punën që e bëjmë. gjithë këtyre viteve dhe mendoj që ka qenë momenti i dur që drejtuesit e institucionit vërtet dhanë një vlerësim kaq të drejtë për drejtë. Shumë festivale, se sigurisht nga vitin vit, si janë preferencat? Për shembull, ju të orkestrës e ndjeni, e dini se kush do ta fitojë festivalin? Çfarë ndodh? Filloni vini baste me njëri tjetrin, për shembull, kush ka qef një këngë dhe kush mendon që Në fakt, ne muzikantët e orkestrës, gjithmonë, menoj unë, gabohemi për fitues. Sepse si jeni të apasionuar dhe keni... Jo, dhe njësia matse jona, ose ajo kritika jonë, ka një këndvështrimi qik më klasik të ju doni pak më melodioze, ato që shtrihen me vaj dhe por bota dhe veprat interneti janë qik më ndryshe. Jo se janë në nivel më t'ullët, po muzika moderne, ledhe moderne, tek ne vjen një qik më vonë, si më thonë. Ashtu është. Shiko, do kthejmë pak edhe një herë në Itali. Ti ke prekur interpretimin edhe këtu në skenat italiane, skenat shqiptare. Si ndryshon në fakt, po themi kjo tendenca që si puna festivalit, si ndryshon nga skena në skenë? Muzika në gjithë vendet pak a shumë botës është muzika dhe por Italia është e veçantë në mendoj, kam luajtur në shumë vende, paktën të Europës, Italia është e veçantë në interpretimin e gjërave, mendoj që italianët janë realisht një popull me shumë talent muzike dhe kanë diçka, sidomos opera dhe vokali në Itali është diçka që realisht duhet provuar, duhet shijuar. Ne këtu mendoj që si karakter shqiptarët ose e kemi më të brendshme simfonizmin se sa operën. Kjo mas është ndryshime me Italinë. Ata janë më të prirur dhe më të dhënë mbas operistikës vokalit. Që i ke vjedur tjetër italisik? Mos i ke vjedur gjithë dhe stilin modern Arbër? Sepse po shifja të gjithë insertin, të gjitha fotografit, ke një stil, nuk e dit. A ka gisht këtu në njëri në familjen tënde që... Po, edhe pak mas me familjen time. Ha, kush? Babaj më shpiktor, kostumograf, skenograf. Normale, Durim Neziri. Po. Pa tjetër që e njohim dhe e përshëndesim, është jashtëzakonshëm. Po shiko çfarë stili ke. Ke qef se të shohësh në për foto. Ku shkon kë me instrumentin tënd? Shkon kështu i veshur, kështu shkon gjithkohës edhe në... Kjo është, në fakt, veshja ime e përditshme. Është një pasion që ka lindur në Itali, në Firenze, kur kam qenë për studime. Sartoria, atje jam apasionuar më sartorisë edhe jam merrem kështu përveç muzikës, merrem me qepje, kostumesh. I bën vetë, ke seriozisht? Po, janë gjitha... Jo, kështu. interesante shumë. Bravo, më bëhet shumë qefi, stili është me të vërtet të unik, sepse kanë ata italianët atë shprehjen perché la classe non è acqua. E vërtet. Kështu që ti e ke marrë më të mirën e kësaj pune dhe ke përpjekur. Po shokëve ju qep në një gjë apo vetëm për vete? Jo, vetëm nuk qep, nuk kam rroba qepse. Nuk janë xheloz ata që të shohin dhe thonë, po mirë më burzi s'na bëre një xhaketa, një... Jo, për qep vetë nuk di qep, kam rroba qepsit e një në Itali dhe një në Tiranë. Që i ke dhe shkon, mendova se mos e kishë mësuar dhe vetë. Jo. Nuk e ke bërë akoma. Më ishe pëlqyer me tonë drejtën, po koha është ajo që është edhe. Mjafton instrumenti. Vërtet. A ka patur ndonjë moment, se tani për fan, ku veshja jote ka tërhequr më shumë vëmendjen se sa koncerti? Ka pasur raste, ka pasur. Nga herë ku e kam egzageruar në çik. E ke egzageruar. Të pëlqen të egzagerosh? Nga herë. Si drejtues i Fondacionit Kulturor Italo-Shqiptar Idea, çfarë vizioni ke për lidhjen mes artit, kulturës dhe brezit të ri sot? Unë jam shumë i apasionuar. Në Itali kam qenë pjesë e orkestrës rinore kombëtare italiane dhe jam shumë i apasionuar mas orkestrave rinore. Mendoj që ka shumë nevojë në Shqipëri që të mbështeten rinia, instrumentistët e ri, dirigjentët e ri, kompozitorët e ri. Kjo është një diçka që mase çalon pak ne. Dhe realisht kemi muzikant, instrumentist, dirigjent që mund të bëjnë një karrierë shumë mirë dhe angazhohem me orkestrën rinore shqiptare që e kam themeluar para disa vitesh. Mundohem të ndjek këtë ose të promovoj këtë lloj
të lloj ide muzikore. Si e shikon brezin e ri sot? A kanë dëshira të angazhohen në orkestra, të punojnë, të kenë atë disiplinën që normalisht duhet të shoqërojë, se ti e ke parë që në Itali për shembull nuk është aq e thjeshtë, sepse ti nuk studion, pra nuk je konsistent. Është pothuajse e vështirë që ti të arrish të shkëlqesh dhe të mbash vendin tënd në orkestra apo në si duket ky brezi i ri sot në Shqipëri? Mendoj që dëshira dhe pasioni i të rive për muzikën nuk do rreshti kur. Gjithmonë do ketë të ri që do apasionohen mas muzikës, çdo lloj zhanri i muzikës, si ashtu dhe muzika klasike, edhe korno, edhe shumë instrumente të tjerë që janë pak më të special themi. Mbase sot ka ndryshuar mënyra e komunikimit me botën, me njëri tjetrin nëpërmjet rrjeteve sociale, por pasioni për muzikën gjithmonë do ta tërheqë rinin. Kështu që mendoj që nuk ka ndonjë ndryshojnë pak kostumet, po pasioni është i njëjtë. Shoh ke rinia pasion edhe këtu edhe në Itali ka. E kuptoj. Më vjen mirë që të rinjtë e sotëm janë dhe kanë dëshirë gjithsesi të bëjnë pjesë e orkestrave dhe sidomos të muzikës klasike. Po pjesën e ndjesive me muzikën klasike, a vazhdojnë njerëzit të ndjekin, të duan atë? Prapë edhe këtu them që po, është një muzikë që normalisht ka një target group më specifik, por është edhe një lloj detyre jona që muzikën klasike dhe orkestrën simfonike të RTS-s ta çojmë në shtëpinë e çdo shqiptari. Sigurisht. Keni një koncert tani që the Simfoninë e 4 të Beethovenit. Çfarë ka ajo specifike nga ana teknike dhe të veçantë, që the është pak më impenjative? Fillon, kjo është simfonia mbas simfonisë 3 të Beethovenit, që në fakt ai e thyen atë klasicizmin e dy simfonive të para, rikthehet prap pak mbrapa me këtë simfoninë në aspektin stilistik. Dhe pastaj mbas kësaj simfonie thyet përfundimisht me simfoninë numër 5 që shumë e famshme. Dhe mendoj që këtu është midis kalimit përfundimtar në atë romanticizmin e tij dhe atë pjesën klasike akoma pak mozartiane. Okej, e kuptoj. Unë të falenderoj shumë që ishe sot me mua, ishte kënaqësi dhe të uroj shumë suksese, punë të mbar. Sigurisht me pasionin dhe dëshirën për të çuar përpara muzikën klasike, por dhe brezin e ri dhe me impenjimet që ke nisur me idea. Dhe takohemi në koncertin e radhës. Shumë faleminderit. Bashkë me Orkestrën Simfonike të Televizionit Shqiptar. Mirë, kemi përfunduar këtu dhe për sot me Arbrin, qasti i duhur. Unë ju falenderoj të gjithëve që na ndoqët, duke falenderuar ekipin tim, Sergjon dhe të gjithë djemt pas kamerave dhe lartë në regji. Ne do takohemi sërish nesër në të njëjtën orë. Deri atëherë, bashkë mirupafshim.